Mirë dita, mirë se keni ardhur në këtë ceremoni festive, në këtë festë tonë të përbashkët, në këtë takim që dhe zyrtarisht bashkohen dy pjesë të një trupi, të një vizioni, të një filozofie dhe të një ish presidentit historik Ibrahim Rugova. Sigurisht, edhe përshëndetjen do ta bëj unike me mirëkuptimin për të gjithë, nuk do të dalloj funksione, as pozicione, po përshëndetja shkon unike, uniform për të gjithë dhe uroj dhe ju falenderoj për prezencën e të gjithë juve që jeni sot bashkë me ne, që po i bashkoheni festës tonë, gëzimit tonë, bashkimit të shpirtrave tona dhe zemrave tona, prandaj falenderim për të gjithë unik, falenderoj që po merrni pjesë bashkëpunëtorë. Sigurisht se arsyeja e takimit është lidhja demokratike e Kosovës dhe Ganexhin dhe lidhja demokratike e Dalanis dhe Ganexhin. Ne jemi sebebi i këtij takimi, sepse ne zyrtarisht jemi dakordu që ta shëtutje të veprojmë në shtëpinë tonë, në kulmin tonë, që e kemi themelu vetë dhe që do ta përjetësojmë bashkërisht në të gjitha proceset që kemi përpara. Sot, këtë bashkim e bëjmë për shumë arsye. Ky bashkim na obligon ka shi figurës presidentit historik Ibrahim Rugovës, vizionit e tij, sakrificës dhe mundit e tij. Sot na bashkon jeta dhe vepra e Ibrahim Rugovës të klinës Ismet Kracit. Në bashkon vepra dhe jeta e Hamit Krasniqit. Në bashkon jeta, mundi, djersa, sakrifica e gjithë atyre veprimtarëve, e atyre themeluzve, i gjitha gjeneratave të reja, që ne bashkarisht, që pjesa ndërmuese sot janë bashkë me ne, edhe themeluz, edhe ata që janë bashku, ka shimoshave dhe gjeneratave të ndryshme, në bashkon vlera që kemi përbashkë, prandaj unë me të drejtë quaj, ky do të jetë fillimi i uraganit fitores së LDK-s komunën e Klinës. Ne sot të gjithë me një zë kërkojmë fitore. Fitore bëhet e bashkuar, ku ne bashkojmë vlera, ku ne bashkojmë konceptin tonë ne që kemi pasur, ku ne bashkojmë energjitë tona, sepse këte nga kërkojnë qytetarët tanë, këte e kërkojnë procesi që po kalon Kosova dhe Klina, këte e kërkojnë pasuria publike, këte e kërkojnë menaxhimi i paras publike, dhe vetëm një, lidhja demokratike e Kosovës është vlerë për qytetarët tanë, dhe për ditën më shumë, ata shohin si nevojë të domosdoshme që ky subjekt me këtë identitet, me këtë kaluar, me këtë bashkim që po bën sot, është shpresë për ta. Është shpresë sepse për ditën më shumë ata po humbin shpresat për jetë, ata po humbin shpresat për punu, ata po humbin shpresat për të jetuar në Kosovë, duke po egzodin që ka ndodhur vetëm vitet 90-ta, prandaj gjitha këto ne na bojnë përgjegjës dhe na bojnë ta kalojmë nga njëherë edhe vetë vetën për hir të interesit përgjithshëm që aja është qytetori dhe vetëm qytetori. Sot komuna e Klinës ballafaqohet me sfida jashtëzakonisht të mëdha dhe me një pushtet që nuk ofron ama bashkë asgjë për qytetarët tanë. Dhe mes mirit të shmohet ajo që është ndërtuar sot në komunën e Klinës
mos t'ju bjen befasi, po gjithë ata që janë gjenerat e vjetër e kanë krejtu vetëm 1945. Kjo është vlera që ata sot përfaqësojnë para qytetarëve. Vetëm në të vitet I ke po një kryetar komunës në shkollë mesme, duke largu kuadra, profesionist, me vlera morale e kombëtare të dëshmuar jo një herë, prandaj kjo është përbomja e atyre grupeve që mendojnë të zhvatin, mendojnë të shantazhojnë, të vjedhin, të kriminalizojnë, prandaj ne duhet në lezen këmbonat e alarmit që t'jemi kujdestar të gjitha këtyre këqijave t'i parandalojmë dhe ne mund t'a vente, ne mund t'i parandalojmë, ne mund t'fitojmë, sepse ne meritojmë për fitu. Prandaj gjitha këtu në vend që ne të angazhohemi bashkarisht, me vizion, me energji tona, me profesionin tonë, me gjeneratat tona që kemi, duke respektu gjithë gjeografinë e komunës së Kinës. Unë po du të citoj një aktivist komunës Kinës që vite ma herët pa thënë, nuk me interesën referenti kulturës, po me interesën kultura referentit. Dhe kjo është përbomja e atyre që së të vëheqin, edhe me kulturën, edhe me bujësin, edhe me arsimin, edhe me shëndetësin, prandaj të gjithë ju, sepse ne jemi familjar, e përjetojmë korrizin tonë çka do të thotë një qeverisje e keqe, një qeverisje që nuk e ka prioritet qytetarën e vet dhe të mira që duhet t'ja ofrojë qytetarëve tanë. Unë edhe një herë po kërkoj për gjithë jush, për gjithë elektoratit tonë të përbashkët, që sot e tuti t'i bashkojmë të gjitha strukturat tona, në të gjitha nivelet, në të gjitha fshatrat, në të gjitha lagjet, dhe kështu t'ja kthejmë imazhin e meritum komunës së Kinës dhe gjithë Kosovës. Unë ju uroj këtë bashkim gjithë juve që jeni zyrtar të dy subjekteve dhe tani jeni zyrtar të një subjekti të vetëm, që bashkarisht të ecim tutje, bashkarisht debatojmë për çështjet dhe për çështjet që na presin para, dhe kështu ne do dalim fitues dhe askush tjetër, sepse po përsëris ky do të jetë uragan I fiturave të mëdha që do sjell Kina dhe Kosova në zgjedhjet që po vijnë. Unë ju falenderoj të gjithëve duke ju uruar këtë bashkim nga zemra. Faleminderit shumë. Unë kam nderin tash nëse vjen të shu I shqiptarin e dekës e lededes në Kinë, zoti Zënon Zesi. Përshëndetje, të nderuar zonja dhe zotërinj. Jemi të guar sot këtu për të njoftuar opinionin e gjerë të lidhjes demokratike të Dardanis, Dega në Klinë, që nga sot do të ribashkohemi me lidhjen demokratike të Kosovës Dega në Klinë. Parti të cilën e themeloi presidenti historik dhe arkitekti I pavarësisë së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Pas kontakteve dhe këshillimeve me aktivist dhe simpatizant të lidhjes demokratike të Dardanis, e duke e parë disponimin e shumicës, Kryesia e Degës së LDD-s në takimin e vet të mbajtur më 29 qershor të vitit 2013 në ora 13, mori vendim që të ribashkohet dhe aktivitetin e vetëm tani tutje do ta vazhdoj në kuadër të lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse dikush pyet se si erdhi deri te ky ribashkim I këtyre të dy krave, atëherë unë do të përgjigja shumë thjesht dhe shumë shpejt. Kjo ka ardhur si rezultat I ribashkimit
të dy gjymtyrëve të cilat e kishin një trup dhe një kokë. Sepse na ishim ata të cilët u frymëzuan nga vizionari, arkitekti i pavarësisë së Kosovës, i cili me 23 dhjetor të vitit 1989 e themeloi lidhjen demokratike të Kosovës, partinë e parë e cila arriti ta sensibilizojë çështjen shqiptare prej Kosovës deri në Amerikë. Mesazhi ynë do të jetë ky. Vetëm të bashkuar mund të jemi të pathyeshëm dhe mund të kthejmë dignitetin e lidhjes demokratike të Kosovës, të cilën e kishte më parë. Kjo nuk mund të arrihet pa një aktivitet të gjithëve, pa një sakrificë të gjithëve, pa një sinceritet të gjithëve. Andaj të bashkuar mund të arrijmë të gjë, të ndarë asgjë. E kemi parë se ku na ka qit ndarja e vitit 2007. Dhe krejt në fund, me qenë se sot jemi të buar këtu, edhe në datën tonë historike ndërsa ta quajmë për klinën, për lidhjen demokratike të Kosovës, unë dëshiroj që nga ky vend të uroj mikun dhe ndihmësin e parë të shqiptarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët sot festojnë 237 vjetorin e pavarësisë së Shtetit e Bashkuara të Amerikës. Dhe krejt në fund, fjalët janë të tepërta, sepse vetë kjo pjesëmarrje, vetë për i bashkim i të dy krave jep shumë. Andaj që në fund dëshiroj të them urime dhe qofshim të pavarur ata të cilët të dalim në zgjedhjet e 30 nëntorit të këtij viti. Urime dhe dua. Falenderoj zëdnizën Uzesën, unë me si më të modhe fjallin ja kalojnë në kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës dhe njëherit kryetari i komunës së Istogut, zëdni Paket Rogova. Kryetari, faleminderit për fjallën, faleminderit për mikritjen. Në do të morën vesh mësë më folë si në tipin në kryetare ose të shkangjeshëm. Mas pari vjen mirë që ka shok këtë atmosferë shqyshme që me thonë të drejten edhe në njësat do kemi po ta quajë bashkimin, po nuk e kemi po kështu. Do tepër ma ceremoniale, tepër ma madhështore, prandaj vjen shumë mirë më thonë të drejten nuk e komplit bashkaj që shtot, në ftesën të formal me i kryetarit Fadilit, po edhe tjerë për shokët për tjetër që kemi punu bashkë. Edhe vizinonit, nuk e komplit prandaj nuk më bona i tekst në i fjallim atë që s'kan gjajshëm. Fjallimi vizinonit ishte mjaft dhe më thanës, gati për gjallën ato deklaratat e pavarësisë që në periudha 12 së martutje. Tepër anësishme, na kemi qenë të ndarë. Po një gjona ka bashku gjithmonë, emri Ibrahim Rogovës dhe Ibrahim Rogova dhe punë e ti. S'fa ku këtu s'kemi qenë të ndarë kohë. Do t'jem rëndësishme. Do t'jem mësëm i pamorajshëm nëse them, une gjithmonë e kom pas shpirë dhe në zemë që një ditë të ndodhë kja, në ndodhë është të ndodhë në këtë Kosovë. Nuk do hynë e histori të bisedave që kemi pas LDK-ja dhe LDD-ja, kemi zonin besa këto e cila ka qenë barë se aktivitetin në ato periuda pak ma herët, nuk ka shumë ma ti. Edhe unë në emën të LDK-s. Dhe respektoj shumë besin që ka qenë mjaft e flakë që të ndohë. Kështu që është ka ndohë, ka qenë tepër së i, tepër entuziaste, për ndaj falenderoj që bërë sa prezent këto. Dhe rezultatet janë do më thonë se nuk është tepër rëndësishme shifrat, numrat, kemi bisedu edhe në këto baza, por me gjithatë është do me thonja tepër rëndësishme. LDK-ja dhe LDD-ja bashkohen në ta që duke shuar në LDK. Asni për i LDD-s nuk e ka kontestu asni herë në ato biseda që tjetë gjithë kanë thonë që tjetë simbolit tjetë LDK-ja. Të ditë
faktin që IDK-ja është themeluar në 89 në thavë zemuni dhe thëmë ka të mduke e në fora. Plus pakus kemi pas asja e ndarja. Qka më rëndësishme të ashtë tutje? Kryeri bashkem du t'japë edhe rezultate. është e kohë nëse në takojnë sa qëtore dhe bojnë një ceremoni edhe puna në teren, puna në nesër me tash në zjedhe këkallit të cilat janë në që të marrë në dhime dhe tyne. Unë shpresoj edhe me afti bindu që klina duhet të zjedhe këkallit. Jo pëse veç e për e kam klina, po edhe ka mundësi, ka fodra, ka kapacitet tash. Me këtë forës treje, me këtë ribashkem, unë jam djaftë i sigur që me një marturi, me një angazhem, jo vetëm të strukturave politike të dy partive, tash ta shujt të një partive të DK-s, unë jam djaftë i sigur që klina kulturitiziere. Është e më rëndësishme është do më thonë si. Se kjo të reflektojë dhe të ardhë në zjedhe parlamentare. Unë besoj që klina rëjtoni u dheshë më pi. E di që ka pas probleme, jo kombinime të ndryshme në pushtetin lokal, të cilat kanë rezultua si faza pas zgjedhjeve, lloj, mirë po me lejë që ta është duhet të ribashkoni, të angazhoni me krejt komplet struktura, të identifikojnë njerëz, edhe kandidatit për këtë komune, edhe antarët e asambleve komunale, këtë mundin të avoni bashkë, dhe ta gjoni një kandidatit cili është i mundshëm, është më i miri, cili mund të vitet zgjedhjet. Paralime, dhe të thotë nuk uzojnë që të shkojnë vetëm bazë të apetitëve njerëzve që mund t'i kanë, por vërtet ta identifikojnë personin dhe individin që mund të vitet zgjedhjet. Unë jam i sigur që zgjedhjet të fitojnë. Nuk më vjen mirë as mua kur veç çdo ditë 3 javë ja s'paku në Prishtinë, unë kam qenë me pak lidhje të TTK-s. Ka një herë nuk nana, kam mjaft mish, kam rrefine, kam shpenin e gjithë juve të qene, kemi punu për i ditë dhe para, por vërtet kur është IDK-ja në pushtet të klinë, do të ishte shumë e kanqme më e mirë, edhe për ju, edhe për gjithë neve që në vizim sajtë. Klina është e rëndësishme për në detentatimi. Edhe njerë ju përgëzaj shumë, ju falenderoj shumë për ftesën, edhe po vjen shumë mirë, për një vetën shumë mirë në këtë atmosferë shkëlqyshme. Ju dëshiraj sukses e rezultate në periudhën e ardhshme, dhe zgjedhjet lokale, po sigurisht edhe zgjedhjet parlamentare që na presin fazën e ardhshme. Po falenderojmë në kryetarin e IDK-s dhe duke ja kalu fjalën zonës më të respektuar Vesa Gazieri. Përshëndetje për të gjithë, po i përmbajmë fjallës e kryetarit dhe i së ndërruar të dojtë Gashi, pakën e shpinë e ena, sot dhe gjithmonë duhet jemi një. Natyrisht do organizatë çfarë dhe qofta jo duhet këtë hierarkinë e vetë, por askush më shumë se ne nuk ka dëshmi se të ndarë në grupe, në hierarki, në qefe, në huje, humbin të gjithë. Prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës jam shumë i kënaqur sot që po i kthehet fryma e viteve të 89. Dhe jam emocionuar. Natyrisht se ne kemi pas çka do të thotë ndarja. Lidhja Demokratike e Kosovës thirrët dhe ka primare filozofinë e presidentit Rugova. Dhe ne e pam se filozofia e presidentit Rugova nuk funksionon e dalë. Ajo funksionon vetëm e bashkuar. Kështu si jemi sot, siç kemi pas para 2 mujve deri sot, çdo ditë bashkim të degëve të LDD-s dhe LDK-s. Ky bashkim të ndëruar pranishëm. Unë konsideroj se ne gjithë e dimë që partitë politike janë asete shtetërore, janë pasuri kombëtare. Dhe ato natyrisht duhet të jenë funksion të qytetarëve dhe të vendit vet. Prandaj unë konsideroj se kësaj radhe çdo njeri që vërtet ka dhënë kontributin e që 90% e popullit shqiptar është themeluesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe që konsideron veten që vërtet në Kosovë duhet këtë obligim për t'ia kthyer Kosovës dignitetin, këto ditë duhet gjej forcën dhe të bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse ne jemi dëshmitar se jo vetëm që nuk kemi përparim Kosovë,
por kemi degradim, kemi shkenjim, ndonjëherë ndihemi të turpëruar. Kemi skandale, cilat ndoshta nes kishim mund as mi andru, që një politikan guxon, i bën dhe vepron. Edhe pse jemi dëshmitarë dhe mos një LDK-ja, që nga fillimi që kemi përjetu gjithçka. Por, sot, nuk ka falet as njëve nga LDK-ja, as një shqiptari që të rinë dur kryq dhe fëmijët tonë, trijtë tonë tikin nga Kosova. Dhe ne prandaj, si subjekt politik i parë në Evropën juglindore, sidomos e shqiptarëve, kemi obligim të marrim përgjegjësinë, të përvjellim mon dhe të kthejmë këtij vendi dignitetin. Këto ditë, 2 korrik kemi festu shpallën e Deklaratës së Pavarësisë Kosovës dhe të gjithëve na kujtohen ato ditë. Ajo është një gur themel i Kosovës. Atëherë kur Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë funksion, që atëherë. Dhe deri sot, në gjitha ato etapa, gjithsesi ka qenë situata ndryshe. Andaj, unë për vetën time pikërisht për këtë jam politik, që kontributin tonë që ofrojmë qytetarëve dhe jo ta shfrytëzojmë politikën për interesat tona personale. Dhe unë pa me dyshe, këtu sot në kli, besoj fort dhe ju përgëzoj e ju uroj fitore në zgjedhjet lokale. Njëkohësisht njëjtën gjë po presim dhe po përgatitim në pej, e kemi një fitore të sigurt. Mos flasim për Istogën, sepse Istogu është bastion dhe pavarësisht nuk mund ta merr askush, por këto 3 komuna po fillojnë dhe ta bardhin kthimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë pjesë Dugagjin e Meral për të Kosovën. Të nderuar të pranishëm Kosovës i nevojiten bitë dhe bijat e veta dhe ne e dim se për shtetin duhet punohet çdo ditë dhe prandaj kërkoj nga ju me këtë rast që fillojmë punën që nga sot, fitojmë zgjedhjet lokale dhe natyrisht edhe për zgjedhjet nacionale po përgatitemi që unë t'ju them sinqerisht nuk do të mund na ndojë askush. Përkundër bandave që janë përgatitura të specializuara tash për rrjedhjen e votave, për rrjedhjen e pasurisë Kosovës e për gjithçka, megjithatë ne duhet të përgatitemi dhe vërtet Kosovës t'ia kthejmë dignitetin. Urime e gëzuar. E falenderoj zonja Besa Gazierin dhe me që jemi të urë njëri tjetrin, unë kam pranuar në emër të Degës së LDK-s në Klim, nga Dega e LDK-s së Zvicrës një telegram urimi që ju drejtohet ju pranishëm dhe që kisha kërku nga zotnia Pet Krasniqi që të realizoj telegramin dërguar nga Dega e LDK-s së Zvicrës, po ashtu po i përshëndes edhe 2 përfaqësues të këtij Degës së LDK-s së Zvicrës që jeni është prezant këtu. Dhe tjetëri është nga Suedia, 2 nga Degë e LDK-s në diasporë. Pranisht. Në moment, leja të bashkimit fundar, qytetarë kryetari, na vini dhe telegrama për shëndesit, pikërisht nga Dega e Zvicrës. Kryesia e Degës LDK-s në Zvicër, Bern 04-07-2013. Degës e LDK-s në Klim, me rastin e ribashkimit të forcave rrugëliane. I nderuar kryetar Gashi, të nderuar kryesia e LDK-s Dega në Klim, të nderuar ju dradan të vërtet në Klim, të nderuar përfaqësues të qendrës së LDK-s, të nderuar pjesëmarrës aktivistë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndihem shumë i emocionuar dhe tepër i gëzuar me lajmin se sot bëhet edhe zyrtarisht bashkimi i Dardanëve në një shtëpi të vetëm në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pjesëtimi i panatyrshëm që na ndodhi duke i papritur, por jo tani të gjithë kemi pranuar gabimin dhe se asnjë nuk do të huaj fajësia për këtë. Në popull thuhet, njeriu mëson nga gabimet. E mira është të mësosh nga gabimet e të tjerë. Ne mësuam e besuam nga gabimet tona.
sot po riparojmë një gabim që nuk duket të përsëritet kurrë. Zoti kryetar Gashi, e ju pjesëmarrës, unë besoj edhe ju nuk ishte të fortë e as pak bindës para elektoratit që e duan programin atij që na shiroi, sepse nuk ishte një turp. Një pjesë shumë e madhe mbeti në rrugën me emrin po ashtu të madh Dardan. Ata nuk shkuan askund, ata mbetën në mbrendi mureve tona, por ishte vetëm një thyrje e vogël që ju sot po riparani. Po riparani do të bëjnë të fortë, as sa ishte i fortë kur ishte më i madhi, më mëdheni me njeriu që për simbol kombëtar kishte mu Dardani. Me këtë emër që po i bashkuat 3 shkronjave të arta që nga i la Ibrahim Rugova LDK. Kryqësia e Degës së LDK-s në Zvicër rën Degën e LDK-s në Knin për këtë sukses të madh. Urën që forcat e vërteta me orientim të gjatë të bashkuan për të hequr të kjeshin nga Klina e Kosova. Me shumë respekt për të gjithë juve, Ismet Krasniqi, sekretar i Degës së LDK-s në Zvicër. Faleminderit për vërimin e gjithë. Edhe me në fund, unë po ngrej këtë shishe duke ju gëzuar bashkimin, gëzuar ardhërinë tonë, fëmijëve tonë, familjeve tona, për fiturin tonë, për të ardhmen tonë përbashkë. Gëzuar!